Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shënon një fitore historike në stadiumin e Göteborgut duke mposhtur Suedin me rezultatin 0-1. Ndeshja është e vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës 2026. Goli fitores u realizua në minutën e 32 nga Fisnik Aslani pas një aksioni të shpejtë ku përfshin Muriqi dhe Hoxha. Në minutën e 32 nga Fisnik Aslani pas një aksioni të shpejtë ku përfshin Muriqi dhe Hoxha. Dardanet kanë qenë shumë pranë golit të dytë në minutën e 43, kur gjuajtja e Abdullahut pas një rëmuje në zonën suedeze është ndalur vetëm nga shtylla. Në pjesën e dytë Suedia shtoi presionin në kërkim të barazimit, por Kosova ka treguar qëndrueshmëri në mbrojtje dhe ka rezistuar. Me këtë rezultat, Dardanet forcuan pozitën e dytë të Kosovës në grup, duke mbajtur gjallë ëndrrën për pjesëmarrjen në botror. Në vendin e parë është Zvicra, ndërsa Slovenia renditet e treta dhe Suedia e katërta. Ndeshjet e ardhshme do të zhvillohen në nëntor, ku Kosova do të përballet me Sloveninë dhe Zvicrën, dy duele që do të përcaktojnë kualifikimin e botrorit. Festa e Kosovës me fitoren historike ndaj Suedis ka pasuar edhe me reagimin e politikës. Vjoz Osmani përshëndeti fitoren e përfaqësuesës së futbollit të Kosovës ndaj Suedis. Përmes rrjeteve sociale, presidenti e Kosovës shkruan se rruga e Dardanëve drejt fitoreve vazhdon. Djemtë e Kosovës treguan zemër, karakter dhe lojë fantastike ndaj Suedis, duke na kujtuar se kur luaj me shpirt, asnjë sfidë nuk është e pamundur, shkruan kreu i shtetit në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u bashkua urimeve për fitoren e përfaqësuesës së Kosovës në futboll. Në një postim në rrjetet sociale, Kurti e vlerësoi paraqitjen e skuadrës si të jashtëzakonshme dhe si një fitore që mban gjallë ëndrrën për pjesëmarrjen në botrorin e ardhshëm. Kosova jashtëzakonshme, lojë disiplinuar, fitore merituar dhe tjetër rezultat historik ndaj Suedis për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. Gëzuar fitoria për gëzime lojtarëve tanë e urimet e gjithëve, shkruan Albin Kurti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë uron për fitoren e madhe të Kosovës ndaj Suedis. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Edi Rama përshëndeti këtë arritje historike të Dardanëve duke e shoqëruar urimin me një mesazh simbolik dhe plot emocione. Mirëmëngjes dhe me flamurin gjigant që i priu mbrëm fitores historike të Kosovës në fushën e Suedis, ju uroj një ditë të mbar. 2 krena, 2 fitore, një shipe, Forca Kosovë, shkruan mes të tjerash Edi Rama, duke ndarë postimin me një video të tifozëve kosovar që valvisin flamurin kombëtar shqiptar në stadiumin e Göteborgut. Maqedonia e Veriut barazon 1-1 me Kazakistanin në kualifikimin për Kupën e Botës. Me shumë luhatje, me shumë gabime, sidomos në organizimin e sulmeve, Maqedonia dështoi të marrë 3 pikët në shkup kundër Kazakistanit. Në momentet kur Maqedonia kishte kontrollin e lojës, Kazakistani solli tronditje në shkup. Një gabim i Dimitrievski dhe reagimi i dobët i mbrojtjes dhe Karaman tronditi rrjetën e Maqedonisë. Më pas vjen goditja e Nisbardit, e cila me goditje të fortë nga 30 metra tundi rrjetën e Kazakistanit dhe barazoi shifrat të 1-1. Bëm gjithçka që mundëm, ishim të lodhur nga ndeshja me Belgjikën, krijuam shumë raste, por ishte sikur nuk ishim mjaftueshëm me fat, deklaroi pas takimit mesfushori Isnik Alimi. Në pjesën e parë, duhet të kishim qenë më agresiv dhe në të dytën luaj të mirë, por na mungonte vetëm pak për të marrë atë fitore. Futbolli është i tillë, ndonjëherë fiton, ndonjëherë humbet. Por ëndra jon nuk është shuar, ende kemi një mundësi për play-off dhe në nëntor shkojmë për një rezultat të favorshëm në Cardiff, tha mes të tjerash mesfushori Isnik Alimi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.